Cili është organi kryesor në organizmin tonë? Nuk e di. Atëherë po a them unë, është mëlçia dhe zorra. Të dyja këto duhen mbrojtur paraprakisht, para se ne të smuremi. Por dhe nëse jemi smur, atëherë të duhet për mëlçin ky suplement që është nga gjëmbaçi i gomarit dhe probiotiku për zorrën sepse është shumë e rëndësishme. Mbrohu para se të smuresh dhe nëse je smur atëherë nuk diskutohet fare që duhet i marrësh, por nëse ke probleme madhore me shëndetin, me hepatitet, me veshkat, me diabetin dhe të gjitha problemet e tjera, atëherë kemi komplet paketën. Është ja në ofertë, ja vlen që ta marrësh, ma besoj që ja vlen. Porosit dhe ju vjen me post. Lart në story keni të gjitha problemet nga se vjen diabeti, nga se shfaqet hepatiti, e të tjera. Okej? Më kontaktoni.